Pas vendimit të gjykatës kushtetuese që riktheu në detyrë, zëvendës kryeministrja Belinda Balluku është faqur edhe në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, që u zhvillua të hënën në mëngjes në kryesinë e kuvendit. Këtë herë në mbledhje nuk mungoi as kryeministri Edi Rama për të udhëzuar deputetët e tij në këto ditë të fundit parlamentare, si dhe për të shpalosur objektivat për fillimin e vitit të ri. Mësohet se Rama nuk e ka fshehur nga socialistët perceptimin publik se rolin e opozitës së vërtet ndaj mazhorancës qeverisëse me 83 deputet në parlament në mandatin e 4 nuk është Partia Demokratike, por është pikërisht SPAK. Ndërsa kanë nisur reflektimet për drejtësinë, mazhoranca është e ashpër me Partinë Demokratike. Rama ua ka bërë të qartë në grup se puna e dy komisioneve, zgjedhorja dhe territorialja, do të vijojnë pavarësisht sjelljes bllokuese të Partisë Demokratike. Mesazhin e përcolli në publik edhe kreu i grupit socialist Tauland Balla, i cili e kërcënoi opozitën parlamentare me zëvendësimin e tyre në komisione. Është një vendim emocional, por besoj që emocionet do t'u kalojnë edhe pas gjelit detit edhe baklavas. Me fillimin e sesionit të ri, ti rikthehen punës. Në rast se nuk do ta bëjnë një gjë të tillë, ata e prishin dakordsinë për të mos marrë pjesë në komision, ne e prishim dakordsinë për të ndryshuar shumicën në të dy komisionet. Kushte, kërcënime, shantazhime, me histori komisionesh ndaj Partisë Socialiste, ndaj grupit saj parlamentar nuk ka. Me dakordsinë edhe të Bashkimit Evropian, mazhoranca nuk do të nxitojë për ta miratuar e vet me ligjin për financimin e partive politike, duke i dhënë disa javë kohë mundësisë së rikthimit të dialogut politik. Na është komunikuar që ky interim benchmark, pra ky kushtëzim, mund të plotësohet deri në fund janarit apo në shkurt, kështu që kemi edhe pak kohë. Në legislaturën e shkuar, Partia Socialiste refuzoi të çonte në kushtetuese mandatin e Olta Gjashkës për konflikt interesi, për shkak se bashkëshorti i saj u bë investitor strategjik gjatë kohës që deputetja socialiste ishte ministre e jashtme. Por, për Shqipërinë 2030, Partia Socialiste ka marrë një vendim për të ngritur një komision etike për të luftuar nepotizmin në parti dhe përfitimet e familjarëve të deputetëve apo ministrave në mënyrë të padrejtë. Ka të bëjë me një goditje të çdo lloj forme të emrimeve nepotike, që vijnë edhe me një mbulesë pse jo partijake. Ky komisioni, i cili do të drejtohet nga Lindita Nikolla, si dhe antarët Erion Malaj, Kiduina Zaka, Mariana Koçeku dhe Ermal Elezi, do të filtrojnë deputetët deri te kryeministri Rama, nëse familjarët kanë përfituar nga pushteti i tyre.